ftoj në skenë dy voglushe të bukurat, cilat janë këngëtare, Adea Pula dhe Genta Muçaj. Adea dhe Genta do t'jenë ato që do t'i ndajnë çmimet për fituesit. Adea... dhe Genta. Mirë se ardhët. Po fillojmë nga Genta. Genta, se dhe ju jeni këngëtare, por që sonte do t'i lexoni çmimet. Të pëlqen ti jesh këtu? Po, së pari dëshiroj të përshëndes të gjithë, edhe kam nderin që jam në një spektakël të tillë. Po ju, Adea, gjitha i keni shoqen ndoshta. Po, i përshëndes të gjitha, i roj të gjithave suksese, fat në jetë. Çmimin e juniorëve kam fituar vitin e kaluar, sot do ta ndaj këtë çmim bashkë me Gentën. Shpresoj që vërtet fituesi që do ta merr këtë çmim vërtet e meriton. Faleminderit Adea, dhe tani do t'i shohim çmimet. Mirë Genta. Mirë, po fillimisht do t'i themi të nominuarit. Mirë, për junior, 3 të nominuarit janë Fejime është një emocion për Fejime Saliun, Faton Malokun dhe Renata Bajrami. E do ta Adea, cila ta zbuloni emrin? Të dy atë bashkë. Në rregull. Dhe fituese është Fejime Saliu. Do t'i përshëndes gjithë këta që janë këtu sonte në po, pa tjetër. Se kam shumë emocione dhe zdi si ta shprej gëzimin tim, jam shumë e lumtur, faleminderit. Faleminderit.